Bugs Bay Albania, projekti më i madh turistik në veri të Shqipërisë, u prezantua këtë fundjavë në Kosovë tek panairi i ndërtimit Expo Real Kosova në Prishtina Mall. Gjatë 3 ditëve të panairit kishte një interes të madh tek stenda e Bugs Bay, me shumë vizitorë që interesoheshin për alternativat e investimeve turistike në Bregdetin verior të Shqipërisë. Bugs Bay po zhvillohet buzdetit Adriatik, në kufi me ranën e hedhun dhe në skaj njugor të Velipojës. Zhvillimi është i konceptuar si një qytet moderne për të jetuar buzdetit përgjatë gjithë vitit me një standard ndërkombëtar. Në respekt natyrës dhe në respekt të mjedisit ku ne po ndërtojmë, kemi ruajtur një brez 300 metra larg detit dhe midis vrërës dhe ndërtesave ka gjithashtu dhe një brez të gjelbër, pothuajse 150 metra të gjerë dhe mbi 1 kilometër të gjatë. Gjë që e pasuron të resort me një peizazh natyror akoma më të pasur se ç'ishte më parë. Shumë shpejt, Bugs Bay pritet të bëhet një nga destinacionet më të preferuara për çiftet, familjet, moshën e tretë, si dhe për të huajt që kërkojnë një mënyrë moderne jetese pranë detit. Kjo qytet turistike kombinon arkitekturën bashkëkohore, turizmin e qëndrueshëm dhe integrimin me natyrën e zonës, duke krijuar një destinacion të ri për të jetuar, pushuar dhe investuar. Bugs Bay është një qytet dhe gëzon shërbimet e plota tamam si qytetet moderne. Këtu na jepet mundësia që këtë qytet ta ndërtojmë nga fillimi dhe ta planifikojmë ashtu siç do doni planifikonin jetën tonë buzdetit, në mënyrë që mos largohemi asnjëherë nga deti, po të kemi çdo gjë që na nevojtet afër. Brenda rezidencës do të ofrohet një gamë plot shërbimesh dhe ambientesh, duke përfshirë pishina, hapësira të gjelbërta, palestra, ambiente sportive, kënde lojrash për fëmijë, shërbime hotelerie dhe aktivitete të dedikuara për të gjitha grup moshat. Bugs Bay synon të shndrohet në një destinacion unik, duke sjellë një ndikim të rëndësishëm ekonomik, social dhe turistik për rajonin dhe për Shqipërinë. Sigurisht që është një projekt i madh dhe është një iniciativë e vështirë për çdo, edhe për një kompani me përvojë si puna jon, por kjo nuk na ndalon për të implementuar gjithë standardet dhe eksperiencën e përfituar gjatë gjithë këtyre viteve në fushën e ndërtimit. Përtej dimensionit turistik, projekti synon të jap një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës, duke nxitur punësimin, përmirësimin e infrastrukturës, zhvillimin e bizneseve vendase dhe promovimin e veriut të Shqipërisë si një destinacion i ri në hartën ndërkombëtare të turizmit. Expo Real Kosova është panairi fokusuar në sektorin e ndërtimit, arkitekturës dhe real estate dhe edicioni i këtij viti kishte mbi 10.000 vizitorë dhe 60 kompani pjesëmarrëse nga Kosova dhe Shqipëria.